Jam e vetmja, besoj që kisha mbet pa Alisin edhe performancën e tij të jashtëzakonshme, totalisht organike, burimore, pa asnjë lloj sforcoje në skenën e Eurovision. Jam fut për ta bërë këtë video pa asnjë lloj përgatitje paraprake, sepse realisht nuk kisha të tjera plane që do të vinë në hapësirën e kanalit, por nuk mund të rrija pa bërë një qoftë edhe mini video për të folur për këtë artist të ri që mund të zgjidhte, Alice mund të zgjidhte çdo lloj teme tjetër me modernizmin e jashtëzakonshëm që ka, me stilin artistik që ka, që është e vështirë ta gjesh kaq të brendshëm edhe organik edhe në nivel botëror, e jo më shqiptar, e megjithatë ka zgjedhur një temë, ka zgjedhur një plag që ju përket gati të gjithëve, po sidomos është një himn për Ballkanin dhe kryesisht për Shqipërinë. Megjithatë të shohësh poshtë këngës së tij serbin, grekun, kroatin, slavin, në përgjithësi polakun, gjermanin që komenton në të njëjtën frymë, që edhe ndoshta pa fare përshkrimin, pa përkthimin e këngës, kishin arrit të kuptonin thellësisht se për çfarë kënga fliste. Se si duket kjo fjala nan, shpirtërisht ju fut ka njerëzve edhe pa ja ditë fare kuptimin në gjuhën që ka. Teksti i thjesht, i qartë, përshkrues në atë thjeshtësinë e tij, thellësisht i dhimbshëm, sepse përshkruan një fenomen. Në anët e shkreta që mos s'duhet me i quajt kështu, familjet, e sidomos ato që e nnin aq shumë në momentin që vjen ajo data e ardhjes, ai gëzimi pa mas kur vinë fëmijët, e mandej kur afrohet ajo data e fundit e ikjes, sa e dhimbshme është. E Alice e sjell shumë bukur përmes këtij teksti që është kaq mirë përshkrues i kësaj situate, i asaj zbrastisë që shtëpia nnin kur fëmijët iken, është krejt e kuptueshme që dhe normale që fëmijët do të rriten, do të krijojnë rrugën e tyre, rrugtimin e tyre, familjen e tyre, por kjo nuk do të thotë që të mos takohen atëherë kur dojnë, brenda të njëjtit territor, jo me këto lloj largësinash. Edhe prap më të favorizuar janë ata që gjillen në brigjet e gjithsesi brenda Ballkan apo Europë. Imagjinoni ata që janë përtej në kontinente të tjera, se sa të vështirë mund ta kenë. E vështirësia është gjithmonë edhe për ata që nonse e zgjadhin si një rrugë për një lloj rrugtimi edhe një lloj jete ekstrakulturore, pra si ekspat e jo si emigrant, jo të detyruar, po ndoshta me një lloj zgjedhjet për me shku, për me jetu jashtë, prap duhet thënë që asnjë nuk zgjedh për me lanë vendin e vet në rast se gjillet maksimalisht mirë aty. Ka gjithmonë diçka që mungon që të detyron që të bash një zgjedhje të kësaj natyre. Alice e ka sjellë shumë bukur, e ka prek këtë temë shumë bukur, edhe me një, jo vetëm teksti, po edhe videoklipi, edhe performanca në skenë me një Raimonda Bulku, që nuk futet tek aktorët e mia të preferuar, është objektivisht një aktore shumë e mirë, po që në këtë rast i shkëlqeu mëmësia në atë skenë. Më pëlqeu jashtëzakonisht mase, prania e figurave femnore edhe mashkullore, thellësisht shqiptare në tipare, që ishin pjesë e imazheve që shfaqeshin mbas shpinës së Alice. Thellësisht shqiptare. Kjo ishte një zgjedhje, pra mund të ishin njerëz të zakonshëm, njerëz normal në paraqitjen e tyre, jo domosdoshmërisht hyni edhe perëlli bukurish që mund të ishin nga çdo lloj vendi botës, por thellësisht njerëz në
pamje shqiptare. Tjetër gjë e bukur fort ishte performanca, jo vetëm skenike, por edhe kostumografia pra kostumografi kishte bërë një punë të mrekullueshme me veshjen e Alis, po them jam e pa përgatitur, e kam pa dhe jam fut me një herë në setup për të xhiru në studio këtë video, kështu që nuk e di emrin, nuk e di se kush ka qenë pjesa e grupit të punës që kam ndihmu Alis në performancën e tij, në rast se ju e dini mund të ma shkruani poshtë dhe më ndihmoni. Por shumë e bukur kostumi, shumë e bukur flatrat, por edhe ato luspat muluse në pelerinën e Alis, që ishin dukshëm flatrat e Shqipes, pra të gjitha elemente dalluese, por me shumë modernizëm, me shumë kontemporan Alisi, në këtë lloj performance, por gjithmonë me simbolikat e vendit tonë. E mrekullueshme. Performanca, aranzhimi muzikor, ajo crescendoja e këngës që vjen jo në mënyrë agresive, por lehtasi, duke u shtu derisa ta përthith shpirtin. Edhe njerëz që komentojnë poshtë videove që ka performu Alis, njerëz të komësive nga më të ndryshme që ndoshta plagën e emigracionit nuk e kanë aq të thellë sa tonën, e megjithatë kanë arritë të kuptojnë atë dhimbjen e madhe, duke ju rikujtu edhe njerëzve që kishin prej vitesh në vende të tjera dhimbjen e familjes, dhimbjen e nanës, dhimbjen e asaj largësie. Këtë vetëm një art sipëror mund ta bëjnë, sa arti për këtë punë është. Ne e dim shumë mirë që sonte nuk do të fitojmë, se e dim shumë mirë se si na trajtojnë, e dim shumë mirë se çfarë vendi kena ne edhe kena pas gjithmonë në arenën ndërkombëtare, ellat europiane. Edhe të shofësh njerëz që bahen bashk në këtë art e ti të mos fitosh dot një vend, jena shumë të fort për me përballu. Megjithatë tek e fundit e rëndësishme është, megjithëse shpresa është e madhe për fitore, por ajo që më metet është që këto lloj perlash dhe këta lloj artistash s'munden me ne i hik. Kështu që krenare shumë për këtë lloj performance, krenare për këtë artist të ri që na ka përfaqësuar në këtë mënyrë të mrekullueshme, me një temë kaq prekse dhe që arriti ta çonte në piedestale kontemporane duke i kujtuar edhe plagë të vjetra me të cilat Europa është nesh dikur, ndërsa ne vazhdojmë që të neshena, vazhdojmë që të përballena, vazhdojmë që nanat tona të shohin përmes dritareve, shumë bukur e realizuar edhe në videoklip, me ato dritaret e shumta dhe ato muret me një ngjyrë pak në plakadan, e me ato figurat femnore, e hijet që shkojnë e vinë, gati një lloj teatri homerik, mos më vin dikush që të më thojnë që homerik e kanë thellësisht maskilist, se tash po dalin edhe këto se nuk ka lidhje. E bukur fort për të pa këtë lloj dhimbjeje, vetmie, mungese, mangësish, të çume në nivel arti. Ja kujtoj Europës në mes të vedit e nuk e di pse duke e dhimbur u kujtu edhe fishta. Shumë të prekun, u prekën të hujt, që e kanë pak më pak organike këtë lloj dhimbje se ne shqiptarët që akoma vazhdojmë ta përjetojmë, e për këtë ndoshta duhet pyesim përfundimisht, ta përdorim si himn në këtë këngë të Alisit, pse jo, për të pyet shtetin ton edhe vendin ton.